filozofi që në rastin e Greqisë u materializua te megaliteja apo tek në Serbi tek teoria tjetër dhe këto teori shërbyen si bazament që u shfaqen her pas here, sidomos në luftrat ballkanike, por edhe më vonë. Për të argumentuar këtë, unë po sjell një studim, më falni sepse nuk e kam dokumentin tani dhe tjerë verosha në mënyrë eksplicite, të një diplomati grek në shërbim të britanikëve, në një ambasadë britanike. Dhe është një studim i janarit vitit 1924, pasi u kërkua nga Foreign Office që të bëjë një studim për fatin e minoriteteve në Greqi mbas luftës së dytë botërore. Është një studim pa bojra, brillant, dhe ai diplomati grek e ka shkruar dhe ai gjendet sot në arkivat britanike. Cili që mendimi i tij? Mendimi i tij që në Greqi ka shumë minoritete. Italianët e Greqisë të Patras, Pireut, Korfuzit dhe tjerë nuk ishte problem fare sepse si një vend kushtues do shpërnguleshin dhe nuk ishte e vështirë. Problemi ishte me minoritetin turk në Greqi, por minoriteti turk në Greqi kishte mbrapa shpinë një shtet fuqishëm si Turqia, që ishte neutrale në luftën e dytë botërore dhe ishte shumë e vështirë ta shpërngulje pa patur reagimin e Turqisë. Ishte problemi i slavëve të Maqedonisë, që dihet se ç'ndodhi pastaj pas luftës së dytë botërore, dhe për ata parashikoi sërish një shpërngulje pjesore. Por ishte problemi i vëllezërve. Sipas studiusit kishte dy kategori vëllezësh. Një pjesë e vëllezërve që ishin televizuar dhe mendoheshin si pjesë normale e popullit grek, dhe një pjesë tjetër që ishin bashkëpunuar me italianët dhe për ata propozoi të shpërnguleshin nga Greqia në Rumani. Dhe problemi tjetër ishte problemi i shqiptarëve e çamëve, të cilët flas për çamët musliman, të cilët konsideroheshin një minoritet i pasimilueshëm, një minoritet i pandryshueshëm dhe fati i tij, domethënë pa filluar shpërnguljen, mendohej që këta duheshin shpërngulur nga Greqia. Po kështu problemi i hebrejve, që ju e dini shumë mirë që mbase ishte pjesa, si të thënë, më e rëndësishme e banorëve të Selanikut. Ishin rreth 16.000 hebrej që shkruan Jorgo Margaritis, po dhe të tjerë, hebrej të Korfuzit, hebrej të tjerë, që u shpërngulën. Çdo të them me këtë fakt, do të them që përgjithsisht do të them që shoqëria greke dhe shteti grek nuk ishte i përgatitur për të ruajtur minoritetet. Minoritetet i kuptonin si minoritetet të asimiluara, si pjesë të popullit grek. Dhe në këtë kuadër, ajo që ka ndodhi më vonë në qershor të 44-s me çamët dhe në mars të vitit 1945 është lidhoj e kësaj filozofie, e kësaj psikologjie. Greqia vetë në luftën e dytë botërore për vërtetës u tërdos si shoqëri deri në skajë. Përballoi shumë mirë italianët, në një farë mënyrë luftoi me gjermanët, por kur vinte puna kërkonte një shtet homogjen. Dhe kjo është një smundje e shteteve të Ballkanit, nuk po them për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Edhe një fakt tjetër, në prill të vitit 1945, misioni britanik i sa ardhur në Tiranë, nuk është ai misioni i luftës, është i pas luftës i marsit vitit 1945 me Holstonin dhe Alan Parmerin që kishte qenë edhe gjatë luftës, por ishte edhe pas luftës u ngarkua të kryente një mision në fillim të prillit të vitit 1945 për të shikuar dhe për të dhënë opinione për gjendjen e çamëve.
përgjithsisht për mendimin tim, opinionet e janë pozitive, kur vjen puna pastaj për zgjidhjet, është një tjetër histori. Po kështu u ngarkua Peter Fludi, një nga drejtorët ekzekutiv të UNRWA-s në Shqipëri, që të shkonte në pjesën e minoritetit grek, por të kalonte edhe më tanë, edhe ai ka raportet e veta për këto ngjarje. Anglezët për hir të vërtetës nuk shqetësoheshin shumë për atë që ndodhte me çanat. Mase ndjesia e tyre për një vendi të madh, ku në Evropë ndodhin me miliona shpërngulje, ishte thirrje që, por duhet të harrojmë dhe interesat e tyre ndaj Greqisë. Nuk duhet të harrojmë atë marrëveshjen e famshme të Stalinit me Çuçirin të tetorit të vitit 1944, cilën e ka marrë nga arkivat ruse, jo një faqe, por nga data 9 deri në datën 18. Domethënë ditë pas dite, dhe ajo faqja e parë dhe faqja e fundit për hir të vërtetës ndryshoi. Dhe Greqia ishte lënë në si zonë influence e Britanisë Madhe dhe Perëndimit në përgjithësi. Kështu që këto që ndodhin, varkiza e tjera nuk janë të rastishme, po janë si të rrjedhoja të sa politikave të mëdha që shfaqet në një mënyrë apo në një tjetër. Sigurisht çdo njeri normal me ndërgjegjen e tij, si të me drejtën e tij, i kundërshton, por ka ca gjëra me njerëz që është shumë e vështirë të ndryshosh rrjedhën, të ndryshosh lumin. Lumi do rrjedhë në drejtim saktuar dhe vetëm mund ta shfrytëzosh atë rrjedhë për dalë diku, por është e vështirë të ecësh kundër rrjedhës. Dhe ato që ndodhen me Çamarin ishin po të kësaj natyre. Edhe një diçka tjetër, Panemeri në raportin e vet flet për gjendjen dhe frika e tyre, edhe misionit UNRWA-s në Shqipëri, është se mos shqiptarët që vendosin minoritetin grek, për shkëmbim popullsisë, për hir të vërtetës nuk u pëlqente. Dhe një nga arsyet që u munduan të ndihmonin çamët përmes një programi të veçantë brenda programit të Shqipërisë, kohë që qeveria shqiptare kërkoi që të ishte pjesë e programit të qeverisë greke, sepse ata ishin në shtetas grek, por nuk u bë gjë. Dhe kërkuan që, kishin frikë se mos bësh zhvendosje popullsie e minoritetit grek në Shqipëri, e që nuk ndodhi, dhe gjithë e dim, këtë nuk e pati as qeveria shqiptare, as nacionalistët, unë paktën nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë ide. Dhe kjo, disa mund të paraqesin si dobësi për shqiptarët, unë do të paraqesja si shenjë demokracie, si shenjë force, si shenjë që shteti shqiptar nuk është ndërtuar mbi teori shoviniste. Ka tjetër filozofi nga shteti grek, tjetër filozofi nga shteti serb. Prandaj, ne sot jemi mbledhur këtu të kujtojmë një ngjarje të dhimbshme, që për hir të vërtetës ju dhëmb pasardhësve të atyre që u masakruan e u shpërngulën, por unë them që ju dhëmb gjithë shqiptarëve, jo vetëm shqiptarëve të Shqipërisë, por me sa shikoj dhe shqiptarëve të Kosovës. Por ky është, si them, është një ngjarje tragjike e historisë dhe jam plotësisht dakord me profesorin që ne nuk do të harrojmë të kaluarën asnjëherë, por ama do të dimë të ndërtojmë ura për të ardhmen. Dhe unë besoj që ne këtë mundohemi ta